Sionive kur mori titullin sportisti i vitit 2024. Po, unë gati kam marrë shumë titull të tillë. Kam i shprehur trajnerit tim të parë Ram Kasmi që sot s'është më ne. Edhe gjithmonë më thotë, e flisë shumë me zot si ato në filma, si Rocky Balboa. Apo të drejt thotë. Nuk është problem me fituj titull thotë, po problemi është i rush titull. Ta rush statusin kampion. Edhe atë në fjalim këtë kam që këtë titull e meritosha, e di që do e merresha, po tani është problemi jo me do të më marr të titull, vit mas viti. Siç treguam në fillim. Edhe kështu është kënaqësi dhe eventi që u bën tani është akoma më bukur se në fillim merreshim atë titull i kishim në shtëpi. Te jepte federata, kurse sot vjen Edi Rama, vin gjithë politikanët, ministrat, edhe të vlerësojnë, bëhet një mbrëmje gala. Ajo që tash më parë për komitetin që u bën disa organizime shumë të mira që si kena pas kurrë. Edhe çdo kush që bën diçka të mirë për sportin, unë e vlerësoj as mëse. Hiç krah politik, nuk do më ditë për atë gjë, di që kush bën mirë për sportin, unë vetëm vlerësime të mëdha kam. Se e di, jam vetë asaj drejtimi që kush do që t'japi kontribut, bujrum, hajde, bashkëpunojmë dhe ecim para. Kjo është e mira. E keni rrit shumë standardin edhe emrin e Shqipnisë, edhe në arenë ndërkombëtare. Si është sheftorët me në sportit Shqipni, 5 deri në 10 vite të ardhshme? Kam qenë më mirë 100% dhe unë di që kemi sa element të ri tek palestra jon, kanë për të bërë gjona më të mëdha se sa ne, pse do thosh, sepse deri dje ne çam rrugët. I din gjitha, i di lidhjet të gjitha dhe këto sportista të gjithë do merren, do punohet me ta, do i rrihet në kokë nga çdo lloj drejtimi, siç ka bërë Kosova drejton Kuba me sportistat e vet, ka 5 medalje olimpike. Ka 10 medalje botërore. Shumë. Unë kam net 5 vite në Kosovë. Ta jam trenu, kam net çdo vend të Evropës, po mësimet kryesore të drejton Kuka, ti përnder gjatë gjithë kohës dhe realisht të mësimet e ditë na kanë bërë që ne sportistat këtu ti ngrejmë nivelin. Dhe do bëjmë shumë, unë e di që do bëjmë shumë. I kemi marrë që 4 vjeç. Do të dish 4 vjeç, sot janë 10 ata. Mas 5 vitesh, mas 10 vitesh që thuti, ato do jenë elitë, që sot janë absolut, kanë marrë medalje jashtë, edhe do punojmë në mënyrë